Historia që do të tregojmë ka të bëjë me punën e një grupi njerëzish, të cilët kanë arritur të shkëpusin nga rruga mbi 60 fëmijë lypsar. Romët, si gjithë shtektarët, zgjidhin për pushim në udhëtimet e tyre vende të freskëta buzlumenve. Në fillim të shekullit të 11, Kanauxhi, qyteti prehardhjes së romëve, u pushtua dhe banorët u shitën si sklever. Disa të tjerë shtektuan për t'i shpëtuar robërimit. Kanauxh, ky emër qyteti e kishte prehardhje nga fjala Durga, që do të thotë kal. Kuajt janë kafshë që shquhen për besnikëri, zgjuarsi, ti pare këto që spikasin dukshën tek romët. Legjenda të ndryshme tregojnë mbi prehardhjen e romëve. Është interesante njëra prej tyre. Sipas saj, një plak rome, pas ka shpëtuar Jezusin e vogël, duke e kaluar fshehurazi në boçën e saj. Dhe kjo ndodhi kur mbreti Herodi Judes urdhëroi masakrën ndaj fëmijëve të porsalindur. Si shpërblim për këtë gjest të mirë, romët tani kanë të drejtën të vjedhin disa monedha të vogla për mbijetesë, pa rrezikuar kështu që të quhet mëkat. Shpesh ndodh që romët të quhen egjiptian, dhe kjo i ka ndihmuar jo pak për të shtektuar sa në një vend në tjetrin. Të tjerë historianë thonë se origjina e tyre është nga India, vendi nga ku nisën shtektimin drejt Azisë së Vogël dhe Ballkanit. Të lypësh duke sikur asgjë mos të ka mbetur. Në rast të festash, sheshi i qytetit gëlon nga 10 fëmijë të rritur, që të detyruar nga shkaqe të ndryshme, shtrin dorën dhe të kujtojnë shprehjen e migjenit. Më fal diçka, zotni. Tek lypsarët e vegjël, jeta nuk ofron asgjë. Ata madje ofrojnë asaj një sfidë, ashtu si nën Tereza tha. Jeta është një sfidë. Sfidoja. Kjo ndërtesë mund të quhet edhe qendër, ndoshta edhe strehës. Është një vend ku 10 fëmijë që deri dje lypnin nëpër rrugë, sot ata ushqehen, arsimohen dhe edukohen. Jetojnë më mirë se dje. Jetojnë për të qenë më mirë nesër. Zamira, duhet ta mbaroj sa më shpejt sonte këtë reportazh sepse më duhet për transmetim. Është një histori vërtet e veçantë. Prej kohësh punoj në Real Televizion, me emisionin e përjavshëm Grila të Grisura. Kam patur rastin të trajtoj probleme të ndryshme të njerëzve në nevojë. Para disa kohësh bashkë me Rominën dhe Silvien, arritëm të krijonim një qendër për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve të rrugës. Ky është reportazhi që po përgatis për t'i treguar njerëzve se ç'janë në gjendje të bëjnë ata që kanë vullnet. Një nga personazhet e dokumentarit tim quhet Romina Divi, një studente 20 vjeçare me rezultate të shkëlqyera në mësime. Përveç pasionit të mësimeve, hobi i saj janë edhe kafshët. Ajo ka një dashuri të veçantë për macet e braktisura të rrugës dhe i strehon në shtëpinë e saj.
u puno, bre, zonja! Hajde një gra, ku jeni e gra! Sa kushton kjo? Ai bon 20.000. 20.000, ha? Tjera kanë si këto këtu? Hajde shikon që ju pëlqen një herë, pastaj Kjo 3-4 marka. Po kështu me ato fond të vogël që regjistron diktofon. Në fundjavë bashkë me Rominën, nisemi për nga tregu i madh për të blerë një aparat fotografik. Si shumica e shqiptarëve, edhe ne në kushte të vështira ekonomike, rendim për nga tregu i kapit. Në tregu njoham me Selvia Rushitin, e cila tregtonte pajisje elektronike me çmime tepër të lira. Të gjithë e njihnin me emrin Mama Selvia, për shkak të bujarisë së saj. Ku të kam parë ty, ti e gazetare? Po, unë punoj gazetare, aty më ke parë. A di që ti më duhesh pak. Çfarë halli ke? Kam një hall për punën e rrombe, për ne që ti duhet ma marrosh këtë hall që kam. Po mirë, kur ti je lirë, ulemi në salon. Kam një dëshirë që këto fëmijët e rrugëve ti mbledhin edhe të bëjmë një shkollë. Ambientin e kam. Ku e ke shtëpinë? Unë e kam shpinja këtu sa del kënë. Për banë. Po ke shtëpi kaq të madhe sa ti marrin gjithë fëmijët? Kam për 70-80 fëmijë dhe 100 fëmijë merr. Po të ke shko tani, a shkojnë do tani dhe e shikoj? Po. Okej, hajde të shkoj. Po tani si e mendon të ta bëjmë atë shkollë? Rrugës për tek shtëpia e Selvies bisedonin për banorët e lagjes Buzlanës dhe kushtet e këqija ku ata jetonin. E gjithë kjo është shtëpia jote? Po, gjithë. Po si ke arritur ta bësh gjithë të shtëpinë? Jam që mundime kam vërtet. Kemi që fëmijë që janë tregtare, që ikonë në Verhoxhës, me që hishim në përrava ke shteti, mirëshim, bleshim, shitshim, fitoshim. Ta shti që u hapë demokracia, i kam bërë këto shtëpiat. Dhe në cilin kat banoni ju? Në katret. Në katin e tretë. Po, kati parë, kati dytë çfarë ka? I kam katin e dytë magazin, katin e parë magazin. Ku mendon që ta bësh shkollën? Po, ju pëlqenin, dash këtu poshtë, dash lartë, unë kam vende sa dush që të mlidhen këto fëmijët. Vërtet kjo që ka shumë e bukur, gjithë kjo shtëpi e madhe. Si arrita mbashtur të shtëpive? Po, me gocat e menusën në vetë, si do ta marr. Nga kështu të bë punë, vjen goca njërë një javë. Të dy gocat e nusja qunit edhe unë 4 gra, i hymë punëve t'i marrojnë. Sadik Rushiti, burri Selvies na mori për klient, edhe na priti me përzemërsi. Selvia dhe Sadiku ishin marrë vesh që në shtëpinë e tyre të hapnin një shkollë për fëmijët në nevojë. Fëmijët që ne kemi vizitu bashkë për këto jetimat, që do t'i mbledhin, ne kanë ardhur me pashpin tash. Do të pëlqeni, shikoni dhe magazinën poshtë, edhe lartë, shikoni ku keni dëshirë, e keni të liroj, kur thoni ju nesër. Edhe kartë po ka që madhër, sa është ky poshtë? 180 metra, sa është kjo është edhe kati dytë. Në katën e dytë, është i boshatisur, gati, është ambienti mirë për fëmijët. Mos është më ngrohtë ndoshta më lart? Shumë më ngrohtë, se këtu poshtë është ftoftë. Tani sa është qiraja e këtij vendi? Qira tani ne nuk duam, unë po ta liroj që të mlidhen këto fëmijë pa qira, pa gjosh dispozicionin e juj, edhe për këto fëmijë që i ta vazhdojnë. Ishte një magazin plot me mandra, të cilat ose duhet të shiteshin, ose të transferoheshin në një kthim tjetër. Kuzhina në vetë lartë, edhe mund të ndajmë asnjë t'i bëjmë në i dhomë për që t'jenë më të ngrohta. E para grua që ofroi ndihmën e saj ishte Meleqe Rënja, mësuese në pension. Selvi, unë ka marrë vesh që ti ke bërë një organizim shumë të mirë, shumë të veçantë, dhe unë jam nevojtare, jam në pension, jam mësuese rome, kam shumë dëshirë që të filloj të punoj. Në qoftë se ti ke dëshirë që të punosh me mua, unë jam gati. Unë qef kam Meleqe që ti mbledh këto fëmijë, se këto janë fëmijë të rrugëve, janë jetima, janë pa shtëpia, janë të gjithë që janë
komplet janë fukare dhe do të rifidhojmë nga fillimi çdo gjë për ato. Po me një kusht, me leqen se ne të ardhura nuk kemi. Ti do vish një muj, do punosh vullnetarisht nga pare. Pas një muj do të filloj pagesa, shofim si do na vim punët. Mirë? Qofse je dakord me te, unë smart tjetër njëri do të martë. Dakor, ne do të punojmë bashkë. Unë kam qef me qenë që edhe Rome, që ja din fukradhikën tërve fëmivet, edhe mund t'jenë edhe raca i bardhë, jo vetëm raca jonë. Rome e Rome. Vetëm Rome mund t'jenë edhe të bardhë, se unë i kam bo të gjithë thirrje, pa dadhim që të vinë Rome të mos vinë të bardhë. Kush është i nevojtar që janë që lypin si të bardhë dhe Rome të vinë të vazhdojnë shkollën këtu. Buzlanës, në lagjen me barake dëranse dhe kartoni, banon një komunitet rom. Ardhin e Selvijes e mirëpresin të gjithë. Ajo ka marrë përsipër të bindë nëna të Rome që të shkëpusin fëmijët nga rruga edhe t'i sjellin në qendër. Ja të bën dërmana për neve, se po jetojmë si ai ki në zinxhir, mes të lanës jemi, kalamat jemi, të sbura kalamati kemi, 3 vjes të kemë masasi kemi për neve. Atë qeveri, që të bën Selvia është për hanë të vetat, po të patë qeveria kështë matë nga bën dërma për neve. Tu maksemurat anelen se silën në gjesi, në drekat e khanë, hemura i pe... Gjua që ata flasin është gjua e hindit perëndimor, e quajtur ndryshe braxhi. Kjo gjuhë klasifikohet si gjuhë më vete. Hanan, së mos në palati. Nuk duan palati, për e pisë të gjëna, ti të bëjmë të bëjmë të barakati. Ja pas për të Selvijës tu. Ti, ke dëshirë ti sjedhësh? Po, moj. Bukën e hajnë, për veshje do t'i veshin. Edhe në jetë ndim kur do t'vini pari për familje në ju do t'asi. Ti vendos tashi? Rita, unë erdha që qafë mi ke për shkollë, të me sjedhësh se ne do hapim një shkollë tani, edhe fëmijët të vinë të mësojnë parë njëherë shkollë. Se edhe vetë jemi pa shkollë ne, po parë fëmijët të mësojnë të jenë të ditur për vetë. Do kënë edhe ushimin me hëngër, edhe në i vesh mafje, edhe po erdhi në ndihmë edhe për familjen do me. Ju falinderi shumë për respektin e juaj, mjaftoi që na mbidhni kalamajtë, se edhe kalamajtë tonë për shembull si kanë edhe kushtet me i majtë në shtëpi. Nga fukara dhe këto t'i çojmë. Çfarë t'i japish falinderi? Bukë, krip, zemre mirë i thënë asaj dhafi. Bangat për nxënësit e vegjël u bën dhurat nga një shkollë aty pranë. Të gjithë fëmijët ishin të lumtur, secili donte të jepte ndihmën e vet. Më në fund u hap një shkollë për ta. Lajmi u përhap në të gjithë lagjen e varfër Buzlanës. Obori i shtëpisë po mbushej me fëmijë. Selvia po e rriste familjen e saj, ajo u jepte të gjithëve dashuri. Varfëria e ka një të mirë, lirinë e gëzueshme. Varfëria të jep dashuri. Të pasurit janë gjithmonë të pakënaqur. Gjithmonë duhet edhe një gjë tjetër. Fëmijët shtohen për ditë. Përveç mësimeve, ata kanë nevojë të ushqehen. Në pamundësi për të përballuar bukën e përditshme, i kërkojnë ndihmë fabrikës së miellit Bloja. Tek dera e zyrës na pret Neptuni, kryeinxhinieri i fabrikës. Atëre,
ne së bashku, jam unë, Romina dhe një grua tjetër, kemi menduar që të mbledhim të gjithë fëmijët e rrugës. Dhe përveç se mësimeve që mund t'i japim, ne duam që ata të jenë të vëmendshëm, mësim duhet në radh parë të jenë të ushqyer. Dhe nuk e di nëse ju mund të na ndihmoni, meqense jeni firmë mielli, duam që të pak të sigurojmë lëndën e parë si quhet bukën. Unë nesër do të bisedoj me presidentin dhe do ju marr në telefon. Po ju lutem, e duam patjetër përgjigjen. Besoj se edhe presidenti do të jetë dakord të ndihmë. Stacionin e dytë e bëm tek fabrika e sallamit EHV. Lola punon aty prej disa vitesh. Na pret shumë mirë dhe ne na iku ndrojtja. Lola, ne kemi ardhur që të na ndihmosh. Kemi vajtur shumë vende dhe nuk kemi marrë ndonjë përgjigje kush e di se çfarë. Çfarë do doni ti nga ne? Konkretisht. Po çfarë mendoni ju? Ne të paktën bukën kemi siguruar. Po mirë, ne mund të ndihmojmë direkt me mall, për shembull me salçiçe, me kremviçe, me sallamra të ndryshme. Me që janë fëmijë, domethënë? Patjetër, pa problem fare. Mësuese Meleqa lumturohet kur sheh fëmijët që mësojnë dhe nuk mungojnë në shkollë. Janë fëmijë të zgjuar dhe të hetur për gjithçka. Tashi, dua të mësoj numërim, tashi do të mësoj virsha, këngë për vitëri, keni qef të bëjmë një program të bukur për vitëri? Po, tu a këndoj një këngë, atë të vitit e qiu i keni ka qef? Keni qef pas e mësuar një qef? Hajde, pa këndoj mjera të këngën e bukur të vitit të ri, virsha të vitit. Virsha të ullë, 3. Vike kjo shkollë, në japin ndihma, hajmë bukë, mësojmë, që qas në japin për vitri do në ndajnë loj gjona, lodra, qas do në ndajnë do knaqemi për vitri. Kam qenë Greqi edhe lypsha, erdhën policat, na kapën e sollën të Shqipëri dhe unë s'dua që të mbyllet kjo shkollë. Kam qenë në Greqi, lypsha, dhe na kapi policia na solli në Shqipëri. Kur erdha këtu unë, kjo shkollë u hap edhe kam ardhur këtu. Nuk dua të mbyllet kjo shkolla, se këtu jemi më mirë se në shtëpi. Do mundohemi neve si kolektiv që jena i shoqat këtu, bashkërisht me Even, edhe me atë si quhet ajo Romina, do mundohemi në këto kalamaj që sa ma mirë të shikojnë. Si po vëmë të fëmijë tani, kemi vujt ne dikur. Edhe kjo më shtynë më shumë, që ne u rritëm, u bëm pa shkollë, pa fukarit të mdhe. Edhe tani që neve fillu me tregtin, kemi ja 25 vjetë që ne bëjmë tregtin, që edhe më përpara se tu hapte tregtia. Edhe zurëm pak, u bëm pak më mirë se këto tjerë. Edhe më shtyvi më shumë që t'i bëj këto fëmijë, se unë jam pa shkollë, pa ato të dim të shkruajnë pak, t'jenë të ditur për vete. Më të rinjtë e qendrës kanë nevojë të vishen. Selvia u siguron veshmbathje të ngrohta. Dimri po troket. Hajde. Për çfarë? Subite bashkë. Në rast të festash, na gjendet gjithnjë Artur Malo, pronari i fabrikës së biskotave Lobelo.
Ai I gëzon fëmijët me prodhimet e fabrikës së tij. Kërcimi u shpik për të harruar dhimbjen. Në fytyra fëmijësh gjendet ajo që kërkojmë çdo ditë, shpresa për të jetuar. Kur vallëzojnë, fëmijët harrojnë brengat e tyre. Ata kërkojnë të rinë më shumë me mama Selvien. Dashuria ka vepra, jo fjalë. Dashuria është gëzimi I madh që na bashkon. Mama Selvia thot se këto vajza nuk do t'i presin flokët derisa t'i martojnë. Ky është zakoni ynë. Darkave, Selvia e mbledh familjen. Ajo gëzohet kur Esmeralda, Isaura, Osmani, Roberti, Vandami din të shkruajnë emrin e tyre. Selvia u tregon histori dhe legjenda për paraardhësit e tyre. Adami ka patur një të dashur para Evës. Dhe kjo ishte një rome e bukur. Ema e Tabul Kainit, mjeshtrit të parë të hekurpunuesve. Afro pak Selvia? Ashtu shumë bukur.